Duket pak teatrale, në tonë t'i e therë në kaluar, që edhe 600.000 veta po dalin aty, po që se nuk operojnë, nuk është një protest e vërtetet gjitha, ajo mbetet një shfaqje figurative, një teatr. Manifestim. Një manifestim pas i vlerë. Sigurisht që të regon një loj forcët të opozitës, po themi, ose një loj paknajësie. është një loj matje temperaturës së shoqërisë, po besoj që nuk ka asnjë efekt në agendën politike të Partisë Demokratike. Nëse Partia Demokratike ka një agendë politike, duhet të fillojë zbatimin e agendës. Nuk e di ishte kjo protestë fillimi i atyre protestave permanente që ka thënë Berisha dhe PD-ja deri në rrëzimin e qeverisë, por gjithsesi mendoj që ngjarjet se si u zhvilluan ngjarjet në protestë, pas dhunës shproporcionale që përdori policia mbi protestuesit, Partia Demokratike nuk mund të mbyllej në zyrat e veta dhe të priste deri në vendimin për protestë në radhës. Pas asaj dhune shproporcionale, mendoj që reagimi genuin, reagimi i menjëshëm, reagimi i nxehtë duhet ishte që të dielën dhe protestat vazhdonte. Problemi është që opozita që niset me idenë që u thot njerëzve që ne do të dalim protestë për të rrëzuar qeverinë dhe qeveria do bjerë pas protestës, për mua është bën gabim. Nuk ka asnjë mënyrë që ti të sigurosh njerëzit që pas protestës do bjerë qeveria, se nuk ndodh. Ti mund të i ftosh njerëzit të dalin për rezistencën e qeverisë. Të dalin Ai është misioni i opozitës. Po jo tu premtosh që do rrëzosh qeverinë. E dyta është, nëse protesta nuk është gjenuine, nuk vjen vetë nga zemërimi i njerëzve, nuk ka arsyet e zemërimit njerëzve, mendoj që nuk e ndez as ato molotovët, dhe as lloj zjarri tjetër për deri në rrëzimin e qeverisë dhe pushtimin e godinave. Dhe kjo është një nga ngërçet që ka protesta opozitës. Tani, Po kjo vjen, ndërhyrje dhe pak edhe nëse ju pesdis, mund të largohem. Kjo vjen edhe për faktin që besueshmëria e atyre që mediat apo ylli në fillim të emisionit tha, udhëheq mëdha të rëndësishëm, janë 23 individ që paguhen si deputet, që janë në parlament pa rrogën e antarësisë, pra pa kaluar primarë dhe pa rrogën e qytetarëve, pa votat e qytetarëve dhe pa votat e antarësisë. Pra ti mund të pomposh sa dush individ që menon që do t'i bësh mëdhej, por po s'ke i madhe, ai ka shpinë, ka 12, hypën në ashesor, 3 veta nuk i fletë atyre që ka në ashesor. Ti më thu, është udhëheq si madh, ky dhe përfaqëson opozitën. Nuk ka kokër vota me vetën. Vin fillikat në protest. Po pse i merr, pse i merr ai këta që s'kan vota? Pse i do? Po se janë me këtë, se i e votat këtu. Kështu i kish marrë dhe ai tjetri para ti, o mërtir. Se tjetët janë, po këta janë. Ishte që luli drollën belin, në vallën e Berishës për vitrin. Atëherë po e tjetër pse i bën këto? Ma shpjegoj çik. Erdhë. Po sepse unë besoj që ju intereson shumë i pushtet absolut brenda forcës që drejtojnë politike, më shumë se sa rrëzimi i kësaj qeverie. Se ndryshe për çfarë? Njerëz pa vota që kanë 4 mandate rreshtë nuk i voton familja e tyre, nuk e di pse duhet katapultohen marrjen e këtij subjekti politik që pretendon vi pushtet apo që ka qeverisë në 35 vite 13 vjet Shqipërinë. Kemi një bandë dhe luli për të tukë Pra ti po thu që ai nuk do të vinë pushtet, po do të thjesht rinë në kryet opozitës, se përderisa i merr njerëz pa vota. Jo, do me qef madh, edhe luli donte po gjen mekanizmi që të jetë pushtet absolut, që të vinë pushtet, po të ketë nuk rreth vetes. Po me nuk zvihet pushtet. Si që ishin kopistat që u kthyn xhepista, pastaj llapista se shkon nga Rama. Po me u nuk vjet në pushtet. Me u nuk mban pushtetin. Benet Beci ka tenderuar 3.2 miliard euro, 2.4 me Berishën, si drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, 1.8 me Ramën, 4.2. Dhe sot është u bë deputet dhe është kryetar bashkie. Nuk po flas për kopista të tjerë që si maj me emrat jo unë, pas Berishë që i pruni. Po, pyetja është këtu që me u nuk ti nuk vjen pushtet. Atëherë i bie që ti s'do me marr pushtet, ti do me ne të kryet partisë. Pra ti ke hallin mos të tiki partia, nuk ka hallin vish pushtet. Nuk ja qelloj këtyre letrave, është ajo që tha Berisha mbledhen e grupit kur do dikshin mandatet. Ky është i veprim i fortë dhe luhet all inclusive, oj fiton gjithë ai humb gjithë. E duan pushtetin, e duan. Unë nuk them që se duan rreth. Por e duan me njerëz që
nuk ja prishin ty me Duhanit dhe që nuk mendojnë, ose edhe kur mendojnë, e bëjnë truni synet që të përpiqen të mendojnë si që ka qef udhëheqësi. Jo të thonë të që se ku i takon kafe tek e tek, një lloj si unë flasin dhe këta. Po kur dalin media pastaj, gjithë mendojnë që ka Berisha punë në televizorit dhe po i shef. O, bo që e prisha biografinë dhe të më heqin nga lista. Është problem lista, më shkallëzy sistemi. Po mirë, tashi, Po t'jetë listë si Kosova 100% e hapur, unë të të garantoj që do të ketë shumë burra dhe gra, më kurajose të t'ja thonë 5 fjalë në sy, kujt do lideri? Edhe majtas, edhe djathtas. Tani kush e ka fajin këtu, këta që janë unuk apo ky që zgjedhë unukët? Se këta unukët duhet në rregull fare. Nuk janë punë të veta, por. Po janë në rregull ata ti të bëj, unuk janë ata, të bëj. Unë kam thonë, Ky që i zgjedh ta, a ka ne faj kë? Të kanë faj kur vin, pra faj ka ai që i merr. Po pikërisht pra. Por faj kryesor është prilli 2008-s o mërtir. Një pazar kjo është histori, po flasim për sot. Për të hequr sovranitetin e votës shqiptarëve. Dakord jam, dakord, atë e dim ne, po flasim sot. Se ajo iku, 2008 ku po që të dytë monopolizonin karrikën e në i farë mënyrë mbretit tek partitë e tyre politike. Po pra, po në këto kushte mendojnë, a nuk ti si mendon? A nuk është problemi që duhet heq? Më dole fiks shtek. Në këto kushte, si tha zoti Lesi, që opozitat ketë kaos, duhet i vëj kusht Ramos, që ta votoj për ke bordi i Trahanas, jo i Paqes. Se ku shof Lukashenko dhe Putinin mrena, që vetë Ukrajina zala, e do të vëj Paqen Gazën vjen për qesh. Opozitat duhet të dalë me 1-2 kauzat të besueshme, thotë do ndryshoj sistemi zgjedhor, do ndryshoj reformën territoriale që dhe unë vitri natën aty, që të ketë vlerë vota si qytetar. Pavarësisht nëse jam apo s'jam unë, njëri që do të jem nesër në listat e PD-s. Por kur për check-upin e kësaj vidmës më flet, edhe për laboratorin e dyqanqiu Berat, dhe hesh për dializën e Klodë Lebeut, apo për 130 milion euro laboratorët e Janis Karathanisit, sot nuk është televizioni 95 që jep lajmet vetëm Vjoca Vokshi. Çdo qytetar ka nga televizion vesh ta lexon gazetën në xhep. Unë kam thënë më mirë opozitë dobë sa jo opozitë selektive. Nëse flet për fenomenin korruptiv të koncesionit duhet ju bish gjithë. Se ju e mbani mend të Kjo që thotë i bie. Që kujton Muslimi tani se është shumë e bukur. Atëherë se më kujtohet mua që kam bërë një. Çfarë kujtoj? Jo, është shumë e saktë kjo që thua ti sepse mua më kujtohet. Se unë e ylli kemi bërë 2 emisione për bankesin, po këto s'flasin për bankesin. Po njerin botë për bankesin kysin fjale. Dhe atëherë kur thotë Muslimi që i lexonte lajmet Vjoca Vokshi, atëherë për shembull, në qoftë se s'do të ishin dur të kërkoj për doktorin. Brezi që nuk e marr mend. Në mbledhje ja merrte Petrit Kalakullis dhe Eduard Selami dhe ja kalonte doktorit Aida Sheu. Doktor Kitit. Ja kam shkruar unë një letër. Po. Dhe këtu tani. Me kështu me montazhe. Ja merrte më, po të kish duar të këtë për ty se merrte dhe i kalonte këtu. Tani. Ajo dhe di mirë se ka qenë nga Albania në atë kohë. Po, atë ka qenë aty thoj. Po pra aty ke para Allama. Kur vinte ylli të hyjë takojë Berishën deri në 98.